të rritë e vetëvendosje. E ti kujtje? Ti kujtje, a mëj me dit? Unë jam totalisht i 4 dekada gazetar, koleg. Bravo! Pak e në gjy ka qeveria, pak! E në gjy edhe ti ka qeveria, pak. A unë asë njerë. E kum bo punën cilën e kum bo 40 vjetë. Jumë konë, Si gazetora? jumë konë drejtar zyër shtypit. Që ka? Që ka dënar? Sakt. Po. Sakt jumë konë. Bravo. Unë është dalë me rajnë për studio. E kush për rranë? Më falë, vazhdoni më? Falunerës. Pro, nuk i kanë motjet e qiti numrit madh njerëzit që kanë me orë për jashtet ende kushtrin për shta nuk dalin. Se kanë me dalë sëndazhe, jam i sigurt, mas lartit shtunën kanë me dalë sëndazhe, sepse njerëz shtunën mas lartit kanë me ardhë. Po dhe pa nxjerr ato sëndazhe heq dilvish dit aeroporti pak ishe. 2 aviona kanë ardhë, që? Fluturime, kolegi dhe runë. Se ka drejt, se tash i kanë bo Fluturime 200 aviona. Ata janë puni pjesë integrale e Kosovës me A janë asja? Vetëm pak, S'ki që fort mi. Jo, janë. 20 minutë Drenori dhe Matoshi. Drenori dhe Matoshi. 20 minutë që në fundit dhe dedikoj tek shikuesi, se kemi me shumë rëndësi. Edhe në tyre do t'i marrë pyetjet e tyre. Ka pyetje shumë të forta, të cilat neve na bëjnë emisionin ta kemi më interaktiv dhe më kualitativ. Shembull, Halit Neza i pyet, nëse thot votimet dalin afërsisht me numra të njëjtë, a besoni se do të cilën njëjtë krerët e partive politike, apo besoni që partitë do bëjnë çmos të krijojnë qeverin, të fala nga Halit Nezaj, Gjermani. Me që Gjermani po jap cufajt le të përgjigjet. Është pyetje me vend, është pyetje e rëndësishme, edhe është një pyetje e cila me datën 28 nëntor, në një forma tjetër, sipas meje, do të vendoset në bazë të verdiktit që qytetari i Republikës së Kosovës do ta vendosë. Kujtoj që fushata e deri tashme, kjo fushat e pazakonshme dhe jashtëzakonshme, dhe vetë prania që t'jemi, domethënë, objektiv e 4 nënkryetarëve, të 4 subjekteve parlamentare të Kosovës në këtë studio këtu, dëshmon që kemi shenjat e para. Një. E dyta, ne kemi një vit humbur, nëse doni edhe vit mrapsht, kemi shumë punë para nesh dhe prandaj kujtoj dhe shpresoj që duhet t'ulemi, të bisedojmë dhe me urgjencë të krijohen institucionet e reja. Pyetje tjetër, një zotëri me emrin edhe mbiemrin që e ka mund. Që po bën pyetje vazhdimisht, nuk e di a është real ose jo, ka mundësi që të jetë real se edhe emri nuk është i jashtëzakonshëm edhe mbiemri. Kushtrim Sadiku, pyet. Mos që të ja buti vetës, pyetje. Ja ku e ke? Si Mr. Bean, të e me fazu vetë. Kjo të bëhet pyetje vetës e bukur. Pasi të diskutime. Autointervistë. Po mi shkru poshtë, mogën. Sa të morë më në qëtësu neve. Po çfarë do ndodhë në qoftë se vetëvendosja i merr mbi 50% me parti tjera? Çfarë opozite do të kemi në një parlament të tillë, kur në një situatë vetëvendosja do të kishte mbi 50%? Shala. Kam frikë që opozita do të filloj të lodhet. Dhe kjo nuk është e mirë për demokracinë. Por kjo nuk do të thotë që nuk është e domosdoshme edhe një fitore me 50% e vetëvendosjes. U dëshmua pse nuk është. Përkundër zërave parimor, dikush për jo parimor, në parem unë jam që të kemi koalicione sepse më mirë është për 2 arsye, ruajtja e demokracisë, ruajtja e balancit dhe ka më shumë resurse. Një parti ofron eksperta për disa ministri, partia tjetër për disa ministri dhe kështu ato luftojnë njëra me tjetrën dhe punojnë më shumë. Por në praktik nuk po funksionon kushtrim, s'po funksionon, po bllokojnë njëri tjetrin për inati, shkojnë i rrëzojnë qeveri çdo 2 javë. Okej, vetëm jep një përgjigje pak më të shkurta që të përfshim më shumë. Po. Do të dobësohet opozita shumë nëse i fiton edhe një herë 50, se s'ka më këtu 4 vjet ka pas energji më shty. Po me bëmi fitu edhe një herë, tutna që ka me ra opozita shumë, për tokë ka me ra. Okej, vis-a-vis kësaj çështje, pyetje për Halil Matoshin. Naim Shahiqi pyet nga Zvicra.
E kemi shikuesin nga Mërgata që vjen edhe